Jemi rikthyer sërish në studio, do të flasim tani në lidhje me disa dëna të publikuara nga administrata tatimore ditën e djeshme, por njëkohësisht me herët gjatë javës është publikuar edhe fiskalja për nënmujorin e 2025-s, që rezultoi me insuficit në vlerë në rreth 470 milion eurove. Më gjërësisht do diskutoj me zotin Edvin Stefani, ekspert i taksave. Zotin Stefani, mirë se erdhët. Faleminderit. Ta nisim me njoftimin e publikuar ditën e djeshme nga administrata tatimore në vendin tonë, ku thuhet se mbi 7.400 tatimbegues të rinj janë regjistruar për muaj ngusht, pikërisht për tatimin në burim. Ka të bëjë kjo me ndërgjegjësimin mbase me fushatën e ndërmarrë nga administrata tatimore, thuajse për gjatë gjithë këtij viti për të luftuar si punësimin gri apo punësimin në zezë, por edhe informalitetin tek bizneset. Unë do të thosha që ka disa arsye pozitive, kuptohet lufta ndaj informalitetit, teknologjia e re, teknologjia e cila ka krijuar këtë mundësi, por nuk e kam shumë të qartë informacionin e saktë, por deduktoj dhe një gjë tjetër, se duhen thënë çështjet se si janë. Pa dashur të bëj dashakeqjen, po thjesht për të saktuar çështjen. Meqense i referon muajit gusht, është data në të cilën bëhen pagesat e dividendit. Dhe kemi parasysh që është bërë një ndryshim në mënyrën se si bëhet deklarata e dividendit. Në vitin 2024, një kompani, një SHA për shembull, e cila ka 50 ortak, dhe që mban dividend. Në vitin 2024 deklaronte ajo pajtjen e tatimit në burim për të gjithë këta në një rekord elektronik të vetëm, ndërkohë që në vitin 2025 janë 50 punë tashmë, sepse u mbahet tatimi në burim. Pra është po e njëjta shifër. Kam përshtypjen që administrata mund ta ketë zhveshur nga ky efekt këtë informacion, por nuk është se administrata e ka shprehur një gjë të tillë. Kjo s'do të thotë që nuk është bërë punë e mirë në lidhje me administratën, por ekziston kjo mundësi që të jetë një ndër variablet kryesor, sepse është marrë vetëm gushti. Për shembull, do të ishte tregues shumë i mirë i tatimit në burim nga janari deri në gusht. Ta kishim gjithë sa i bie tek. Megjithatë do të dalin këto. Po, patjetër. Do të jemi këtu përsëri do të diskutojmë këtë çështje, po unë meqense zgjedhur gushti kam merak se në gusht bëhet pagesa e dividendit, edhe kam merak se mos mund të ketë një lloj efekti kjo. Megjithatë nuk duhet mohuar fakti që janë realizuar shumë një punë e madhe, sidomos dhe për turizmin. Kemi parasysh është periudha e turizmit gushti. Kulmi i sezonit. Pra, është kulmi i sezonit dhe mund të jetë edhe ky momenti në të cilin shumë nga këta individët të cilët nuk deklaronin më tatim në burim, kanë filluar të deklarojnë tatimin në burim. Pra, persona të cilët janë të ndërgjegjësuar tashmë që duhet të bëjnë deklaratën e tatimit në burim, dhe kur flas të ndërgjegjësuar, nuk flas për ndonjë ide të moralit të caktuar, dhe mendoj që ja vlen ta nxjerrim në këtë moment se një tatim pagues i cili bën deklaratën e tatimit në burim ka disa deklarata të cilat do t'i shërbejnë atij për të ardhmen, nëse këta persona që tashmë kanë krijuar një kapital dhe krijojnë një biznes caktuar, që këtu do të thotë zotrinja e ke gjetur paranë. Dhe ne duhet unë gjej rastin që është më mirë të paguajmë tatim në burim eventualisht vit për vit, sepse do vi një moment i caktuar në të cilin ne do të vijemi përpara pozitave të vështira dhe do të përfundojmë në ato llogaritë të çuditshme ortak që zakonisht kanë bizneset. Megjithatë, sepse edhe administrata tatimore thotë që bizneset edhe i falenderon madje për bashkëpunimin dhe për ndërgjegjësimin për deklarimin e fitimit në burim. Si funksionon, zot Stefani? Duhet jetë subjekti që bën ndarjen, pra kur jep qoftë një qira, qoftë një shërbim, qoftë një shpërblim, është subjekti që e mban tatimin në burim pastaj e paguan tek tatimet, apo është sistemi që e merr automatikisht? Gjithçka varet nga cilësitë e njëkohshme të dy palëve, paguesit të të ardhurave dhe përfituesit të të ardhurave.
Në qoftë se të dy këta janë me fatura, lëshojnë fatura, eventualisht nuk ka tatim në burim, pasi unë si përfituesi të ardhurave kam lëshuar faturë dhe kam pjesë të tatimit të biznesit, tatimit të korporatës. Por në tatimin në burim lind gjithmonë kur paguesi i të ardhurave, i cili ka detyrimin për të paguar tatimin, nuk është me nipt, pra nuk ka përgjegjësi tatimore dhe nuk lëshon fatura tatimore, qoftë person fizik ose entitet. Dhe në këtë arsye, ky është momenti kur lind mbajtja e tatimit në burim. Kam përshtypjen që duhet jetë subjekti, sepse ai përfituesi mbase është individ pa nipt, sigurisht, dhe nuk është edhe informuar si duhet, por mbase për momentin mund të ketë edhe nevojë. Pra, kam përshtypjen që edhe në kulturën financiare është më tepër subjekti ai që bën pagesën që duhet të ndërgjegjësohet vetë, por edhe ta ndërgjegjësoj përfituesin në lidhje me detyrimin. Ne duhet kemi parasysh që tatimi në burim në fakt është një teknikë e zgjuar e administratës për të maksimizuar mbledhjen e detyrimeve tatimore. Çfarë ndodh? Në momentin që unë i referohem ndërmjet dy palëve, ku njëri është i pa licencuar, pa nipt. Unë e di, jam i ndërgjegjësuar si administratë, nuk është e bëjmë vetëm ne këtë gjë, është withholding tax është në të gjithë administratat, në të gjithë. Unë e di që kam tërësisht agenti i më i mirë tatimor, ai që do të më sigurojë mbledhjen e tatimit është personi i cili paguan të ardhurat. Pra një kompani e cila më paguan mua qiran për dyqanin që unë e kam dhe që jam pa përgjegjësi tatimore, ai është e interesuar të më mbajë mua tatimin në burim. Pra, sistemi është i ndërtuar në të mënyrë që të paguaj ajo palë e cila është e interesuar të më shumë nga të dyja palët të bëhet pagesa. Pra në këtë rast është biznesi që ka marrë një ambient me qira? Është biznesi i cili ka marrë një ambient me qira. Pse është më interesuar? Po sepse në momentin që mban tatimin në burim, ai ka një shpenzim të zbritshëm dhe ai thot, po e paguaj pak më herët tatim fitimin tim, madje kurse edhe dividend në fakt. Ekziston edhe rreziku, zot Stefani, në anën tjetër që midis dy palëve, pra për shembull biznesi i thot atij qiradhënësit që e ka mbajtur tatimin në burim edhe e paguaj unë. Por nëse biznesi nuk e paguan tek tatimet? Kjo do të jetë lehtësisht me sistemin e ri elektronik. Kjo do të jetë lehtësisht e verifikueshme. Është lehtësisht e verifikueshme dhe këtu i referohem le të jetë një mesazh për të gjithë qiradhënësit individ. Në qoftë se ju është kërkuar karta e identitetit, ai paguesi i tatimit në burim, qiramarrësi, e ka bërë sepse do të paguajë tatimin në emrin tuaj. Dhe në qoftë se nuk e ka bërë një gjë të tillë, ekziston në gjithë ngjarje që tatimi nuk po ju mbahet. Çfarë do të thotë që ju është kërkuar mbajtja karta e identitetit, ID-ja? Kjo do të thotë që në deklaratën time diva, mua do të më vinë ashtu siç më vinë pagat, do të më vinë në mënyrë automatike dhe tatimi i qiras. Dhe kjo do të jetë një lehtësim procedure, por që nuk është se ka shumë rëndësi. Ajo që është e rëndësishme është që mbrapa detajimit të deklaratës në disa seksione, qëndron tentativa, dhe shumë mirë e ka bërë administrata, që të reduktohet evazioni. Se çfarë ndodh? Në qoftë se unë kam dy qiradhënës, të dyve u paguaj nga 5.000 lekë tatim, unë deklaroj vetëm një 500 tatim dhe kur më vjen administrata, sa herë më pyet, unë e kam tërësisht të mundur të them që ky tatim i përket individit A ose individit B. Pra, detajimi i tatimit në burim përmes ID-s, përmes formularit të ri, kanë ngushtuar hapësirat për evazion. Dhe kjo është për të përgëzuar, është një ndër rrisit më të mira të tatimit ligjit të ri për tatim për të ardhur. Ndërkohë, parashikohen edhe njëkohësisht edhe penalitete që janë ndara në dy nivele, 5.000 lekë për tanipaguesit që nuk janë subjekte të tatimin mbi të ardhurat e korporatave dhe 10.000 lekë për tanipaguesit që janë subjekt të regjistruara për tatim mbi të ardhurat e korporatave. Mos është një penalitet shumë i vogël dhe mbas ata kanë interes të paguajnë këtë gjobë 5.000 dhe 10.000 lekë? Jo, nuk është kështu sepse në momentin që ti merr penalitet nuk është se ti i shmangesh detyrimin tatimor. Për më tepër ne duhet kuptojmë që mos mbajtja e tatimit në burim dhe gjenerimi penalitetit ndodh në cilat versione. Ndodh në momentin që një administratë tatimore ka konstatuar mbajtjen e tatimit në burim. Pra, këto lloj penalitetesh 5.000 lekë dhe 10.000 lekë janë më shumë në sensin që unë duhet të bëj një deklarat dhe në qoftë se nuk ndodh kjo gjë, në një rast të mundshëm
të një kontrolli tatimor, unë do të marrë këtë lloj penalitetesh. Pra, nuk është se janë penalitete që gjenerohen në mënyrë automatike, si që është për shembull mosplotësimi i divës. Mosplotësimi i deklaratës vjetore eventualisht të gjeneron 5.000 lekë penalitet. Ose dhe mosplotësimi pikërisht, pra, unë e di shumë mirë, ndërkohë që në qoftë se unë e bëj evazionin dhe nuk i tregoj dikujt, nuk i tregoj administratës dhe nuk derë tatim në burim, eventualisht penaliteti nuk ka se si të gjenerohet. Por nëse administrata e verifikon këtë gjë, përveç detyrimit tatimor është dhe penaliteti. Zakonisht penalitetet që i referojnë individëve në mënyrë të arsyeshme duhet të jenë dhe janë minimaliste. Nuk janë në përgjithësi mënyra se si projektojnë detyrimet tatimore referohet gjithmonë madhësisë së tatim paguesit. Pra, krijohet një proporcionalitet midis detyrimit tatimor dhe shkelësit dhe madhësisë së shkeljes. Dhe kjo ka të bëjë me një aparat të tërë ligjor, konceptual etj. Që ka përvijuar këtë gjë dhe ne kemi një sistem tatimor të tillë, i cili gjeneron gjoba në bazë të madhësisë së tatim pagues, madhësisë së fshehjes. Ndërkohë, zoti Stefani, njëkohësisht Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve tek njoftimi që publikoi, sakson edhe faktin që në fillim të këtij viti është prezantuar një format i ri i deklaratës së tatimit në burim. Është pikërisht kjo që flasim, është thjesht një ndërgjegjësim shumë i thjeshtë. Është thjesht një ndërgjegjësim i administratës tatimore, një veprimtari administrative e cila synon të ndërgjegjësojë tatim paguesin për këtë mundësi që keni kujdes, sepse mundet të jeni në përkëmbur deri tani, mundet dikush t'ju ketë thënë që po e mbaj tatim burim, keni parasysh që ka ndryshuar çështja, është më e lehtë konstatimi dhe individualizimi juaj përmes një formulari i cili është më i detajuar dhe më analitik. Detyra e kujt është mbase të informoj, të ndërgjegjësoj ose ta bëj detyrën, sepse shumë biznese të reja për shembull, mbase nuk e dim fare që kur bëj një pagesë duhet mbajnë tatimin burim. Apo ekonomisti supozohet të jeti përditësuar. Po kjo është në fakt një problematik shumë e madhe në Shqipëri, sepse ne nuk se kemi edhe detyrimet tatimore të ndërlikuara. Ligjet tona janë relativisht të thjeshta me pak ndërlikime. Më kujtohet në kohën time kur bëra diplomën njëri kohë si student, lexova mora përsipër të lexoja diçka nga TVSH-ja dhe pash udhëzimin e TVSH-s që ishte një 800 faqe udhëzim. Udhëzimi vetëm i TVSH-s. Domethënë, ne në përgjithësi kemi një legjislacion tatimor të reduktuar dhe nuk është gati do thosha nuk është as merita jonë sepse perceptimi për lehtësimin e detyrimeve tatimore vjen nga Evropa. Dhe ne në përgjithësi kemi zbatuar ligje të cilat se rezultati kërkesave tona, dëshirës tonë për të hyrë në Komunitetin Evropian, kemi zbatuar këto lloj ligjesh. Dhe edhe Evropa ka filluar ta kuptojë që shumë gjëra zgjidhen përmes administrimit, le të themi, jo përmes kodifikimit sipas traditës romake. Po s'dum të jemi teorist tani. Zot Stefani, për ta mbyllur me pjesën e tatimit në burim, kam edhe një pyetje pastaj për bizneset e huaja për shkak të forumit. Për ta mbyllur fillimisht me tatimin në burim, duhet edhe një tjetër një ndërgjegjësim më i madh dhe përçimi i kulturës financiare tek shqiptarët, qofshin biznese, qofshin individ. Po, shumë e rëndësishme, por kjo lloj mangësie për njohjen e legjislacionit është një ndër arsyet që bëhet evazioni fiskal. Pra, në qoftë se ju e kuptoni që mbajtja e tatimit në burim ty të gjeneron zbritje tatimore. Shumë ekonomist, firmash nuk e kuptojnë një gjë të tillë, që ti me të vërtet ban 15% tatim burim, por ke një shpenzim të zbritshëm në tatim fitim 15% dhe eventualisht nuk paguan dividendin. Pra, një dividend i cili në fakt as nuk duhet të ishe paguar, sepse ti realisht po e bën pagesën në që rast. Kjo na çon për ato situatat në cilat kemi ca bilance të çuditshme, ku fitimi është shumë i lartë dhe ekonomisti vihet në konflikt me pronarin i cili thotë, po nuk i kanë fituar kaq lekë, ndërkohë që aty janë qerat të padeklaruara, tatimet e paguara më kot. Dhe kjo është e vërtet. Ne duhet bëjmë më shumë për sa i përket njohjes. Këto ngërçe që mund krijojnë zgjidhen lehtësisht apo me kosto? Normalisht ka gjithmonë një kosto e cila për fat të keq e përballon gjithmonë biznesi, sepse është sot gjithmonë më shumë bëhet shumë e vështirë për gjetjen e ekonomistëve të cilët njohin legjislacionin tatimor,
gjetjen e personave të cilët din të mbajnë bilance dhe kjo problematik lind që në fakultet me universitetet të cilat kanë pedagog që shpjegojnë në rastet e mirë, në disa nga universitetet që shpjegojnë taksimi, pedagog që nuk kanë punuar vetë në... Pra, keni parasysh, ne nuk po flasim për fizik teorike, nuk po flasim për matematik, ti nuk ke nevojë të kesh praktik, je një gjeni matematike dhe mund të kalosh direkt e pedagog, nga banda e shkollës. Ekonomist duhet të kesh minimalisht 10 vjet të kesh mbyllur vetë bilancin, që ti t'jesh i mirë për studentët. E përcon edhe praktikisht si bëhet. Mirë, po tek ne ndodhin këto lloj gjërash dhe ne kemi shumë pedagogë të cilët janë pas një eksperiencë personale dhe edhe ata vetë vjen në sikletë të tilla që deklaron dikush se si bëhet bilanci dhe ndërkohë që se ka mbyllur vetë. Po se pa të bërë vetë. Kjo është problematik shumë e madhe e universiteteve tona, e cila nuk gjendet në fakt në universitetet jashtë. Universitetet jashtë marrin gjithmonë pedagogë të cilët kanë lidhje me praktikën. Sepse është pjesë e njohjes. Është forma më e mirë e përçimit të dijes. Për ta mbyllur bisedën, sepse janë publikuar edhe shifrat për nëntmujorin, targat dhe shpenzimet, janë në rritje suficiti 470 milion euro e tjera. Por tatimet, me gjithë të fluks në rritje 2 shifrore nëse shojmë gjithë zërat, çfarë duhet bëjnë? Administrata tatimore është mirë që të ka bërë goxha punë, me fjalë. Një ndër problematikat kryesore që unë do të shtroja është që ndryrja sa më e pak në jetën ekonomike të biznesit. Unë kam qenë vetë tatimor dhe tatimorët rrethohen në një botë evazorësh. Ashtu si një gjykatës, një prokuror rrethohet nga kriminalët dhe krijohet iluzioni që gjithë bota është e përbërë nga evazorës, nga kriminal, ti gjë përjetojnë edhe tatimorët. Tatimorët kemë parasysh një gjë kryesore që kryesorja në ekonomi është që të investohet në biznes. Pra, ashtu si qeveria ofron një potencial ekonomik, e ka kuptuar, por kjo duhet ndiqet dhe nga administrata. Pra, nuk duhet administrata ta konsideroj në optikën e saj që do ta shkatroj biznesin, do të poj vajta, do ta falimentoj, do ta bëj etj. Kjo është një mentalitet që nuk shpëton dot çdo lloj profesionisti, e kam fjalën si dhe administrata tatimore. Këtë duhet të ketë pak më shumë administrata tatimore në vëmendje. Ju falenderoj, zot Stefani. Faleminderit.